fjala. Jo, më falë, Selina, një sekundë sa ti kthej përgjigje Arbrit. Jo, për mua, për mirin po flasim. Po flasim për mirin, jo për Arbrit. Po e thu në këtë aspektin që viktima e tjera. Po flasim për mirin, jo për Arbrit. Dgjoj një sekond. Ti e ke dëgjuar çfarë ka bërë Rogerti kur ja kanë përmendur familjen? Apo jo? Dhe Rogerti ja ka bërë qartë. Kush përmend familjen? Unë Këpus. Patjetër. Çfarë i kanë bërë familjes Mirit? Ska lënë llaf pa thënë. Për gruan e Mirit, për gocën e Mirit. Se sa herë do të gjesh, sa herë do të gjesh në shtet, për ofendimet që kanë te Rogerti. E di unë kryeson ai atë tabel. Ne po flasim për viktimizimin. Po, për viktimizim kemi të tjera këne që mbajnë Po. Një sekond se po flisni dhe aty dhe në studio. O banor, ju lutem. Si që janë marrë me familjen e Mirit. Me malin po e viktimet, jo Monika, dhe që mirës për mega familjar, që ka një javë, daja. Po daja po të kësë ti daja në parë punës. Ky njëri që s'përmet familjar, ky që nga pas një moralshmi, ky që nga pas një viktim, po të shkuketi me familjar të tjerve. Se ka që paftyrë që se pranat. Shiko, një sekund, ta qëroj pak të... Mateo Miri, një sekund. Një sekund, o Miri, të lutem. Po të lutem tani, të lutem se duhet të dalë gjdo prajmë duke të lutur ty. Nuk jam lutur në një njeriu kaq shumë në jetë. Më beso, në jetën time, nuk jam lutur në një njeriu sa që jam lutur ty. Çdo prajmë kam të të lutem Mirit, them. Atere, pyetje e dashur Monika, se the, për gruan e bashkëshorten e Mirit, çfarë nuk është thënë? Të lutem më thuaj top 3 që janë thënë për bashkëshorten e Mirit. Top 3 që ti konsideron ofendime të mëdha. Je i martuar se di unë çfarë. Po, dhe se kam bërë vetë. Një sekond, Selin, mos fol. Prit një sekond, jo mos shko ke dyshi. Nishi, çfarë do thotë je i martuar? Ka sa grua. Pra ku është sharja e gruas? Si, po ta përmend pra. Po patjetër ta përmend pra, siç të përmendun ty ish bashkëshorti, nuk do të thënë që po ta shaj ish bashkëshortin. E dyta kush është? Nuk ma përmend mua ish bashkëshortin ti, po. E dyta kush është se e para nuk është sharje, kush është e dyta? Është ta fuqi. Atëre, sharje ti thua ofendime, stop. Kush është ofendim i rënd ndaj bashkëshortes? E para, e dyta, janë të martuar, se janë të martuar si kanë marrëdhënie se si kanë marrëdhënie. Po, pra si mund t'i kenë marrëdhënie? Krijon insinuata. Insinuata, pra jo ofendime. Se është e vërtet të mund të ke përmend që gruaja aty është nga Gjermania. Pra po të tani që do kemi korrekt me fjalët, sepse unë jam dakord me Mirin që me të drejtë acarohet dhe thotë unë nuk po viktimizohem, sepse i duket me të drejtë që nuk po viktimizohet, por nëse ne përdorim fjalët e gabuara në vendin e gabuar, natyrisht që pastaj fluturojmë edhe çdo gjë që fluturon hahet. Pra që ti thosh tjetrit incest, që ti përmendosh vajzën, që ti përmendosh Atë ta sqaroj vetë Miri se ka shumë bukur. E ka pranuar Miri se është me Rogerti. Jo, Monika. Të lutem. Kur ai thot është një situatë për cilën ne e kemi sqaruar dhe janë dy best friend, ti mos u shqetëso më shumë se Miri. Të lutem tani, më shumë se Miri ti nuk u shqetëson. Dakor, ta them unë tani me ti. Po ta thuash patjetër. Po vetëm mos më ndëri. Jo, më nuk të ndëri njeri. Atëherë, ka dy gjëra. Morali, imoraliteti dhe amorali. Çfarë do të thotë? Janë 3. Ai i martuar. Janë 3 gjëra. Pra, ka imoraliteti është kur ti zgjedh imoralitetin, amorali do të thotë që nuk është as e moralshme, po as e pamoralshme, por që ti bën një lojë. Këta nuk janë amoral në lojën e tyre në marrëdhënie me Mirin. Këta janë imoral, sepse këta përfitojnë nga një marrëdhënie e Mirit, që mund të jetë një lidhje në distancë, gruaja në Gjermani, Miri në Tiranë. Ka lidhje fare kjo. Ka lidhje ajo, më fal. Por të tjerë më lë të mbaroj Miri, më lë të mbaroj. Por të tjerë, kur na përmendni familjen, do pushoni juve. Pushoni herë. A pra Monika, ktheu pra Monika, ktheu, se ngela duke u kthyer unë. Po sfushojnë pra. Tani unë kuptoj që ata janë të ngarkuar. Dhe e para nga ngarkesa psikologjike që kanë, edhe nuk prodhojnë dhe nuk dëgjojnë atë çfarë themin. Jo, më janë shumë mirë ata, mos i shaj banorët. Po ti shumë mirë artikuloni dhe mendoni shumë mirë. Tani 2 gjëra kam. Kur ti po më ty mund të kem 7 unë. Për atë punë. Tani, në këtë gjë dhe në këtë koncept që ato thonë, në marrëdhënie me Mirin, ata janë treguar shumë të padrejtë.
Shumë pa drejt. Tani Rogerti me Selinin, jemi duke folur prapë për Rogerti dhe Selinin. Tani Je ti që ke përmend e parë. O Mateo, një sekond me Mateo, se s'po flas me ty. Pra, Rogerti dhe Selini janë treguar të padrejt me Mirin. Ty ke daja tani, se me qëse hape. Që ka ty ke daja, ti qasi ke thënë Mirin. Të pres veshët. O, Monika, Tani do të dëgjosh një sekondë. Jeni pak mikrofonin e Monikës Jo, duhet të ngrenë zërin e mikrofonit tënd brenda në shtëpi. Që ta dëgjoni dhe që po tregonit poshtër, po e shohim, po. Okej, në rregull, vazhdo. Dakord, që ka një lloj imoraliteti në marrëdhënien tuaj me Mirin ka. O Monika, pa i thoshte. A i thoshte ti, Miri çaj të boze e burë martume. Ti ke thënë Miri. Ore ti e prokurori Mirit, arse se s'po të kuptoj. Çiko, avokati Mirit, pra. Avokati Mirit nuk të rralti. Ti ke thënë Miri, çaj duke boze e burë martume. A i ke thënë Miri. Sa të bëri për shtypje ty atëherë, pse ja the Mirit të? Të barove? Barove? Po. Tani do të them dy gjëra. Pra, dy apo tre? Po dy do të them. Okej, dy. Monika! O, të mërshme, Monika. No. Okej, ju lutem. Po ta mbaroj pra? Ta mbarosh, po të lutem. Një e para. Selin të kuptoj alegrin tënde që kur hyre në finale, kisha shumë dëshirë të qisha herë para se tyshë finale. Qatë betani, janë vogë kam qenë. Po pa tjetër, futi një balet aty edhe jemi rregu, bëjnë qenin e mirë. Tisha arritur duke i futi balet. E dyta qepe tani, bëllë tani dhe qepe mos folë. Tjetra, edhe shko mësosa vite ka shekulli. Vazhdo. Edhe do kështë bërë mirë që edhe ke das ma brikenës, edhe ke das ma brikenës dhe Mateos kështë e sa banane. Vazhdojnë. Tani për Mateo, bon tash se s'du të dëgjoj më ty. Për Mateo, që kur ke hyrë me 3 janar, e ke fillu betejën me Mirin. Pse? Sepse Miri ishte në lojë dhe të gjithë, po pritër të mbaroj me dimin tim o Mateo, pastaj forca dush. Patjetër, do të thej përgjigje fund, lutem. Dhe ti i hyre dhe u more me Mirin dhe jo vetëm ti, po të gjithë çka kanë hyrë mbas shtëpisë janë marrë me Mirin, sepse gjithë loja në javët e para të Big Brotherit rrotulloheshte ke Miri dhe Selin. Dhe gjithë u morët me ta. Dhe asnjëri mos mendoj që ka bërë lojën Big Brother duke sjellë. Po çfarë lidhje kishte kjo? Po pritër e të mbaroj unë, meqense po thuqim përmendi Dajën. I përmendot gruan, i përmendot gocën, i përmendot burrin martuar. Po Monika ke thënë ti vetë, burri martuar do të kishte hyrë fare ke vazhdo të lojë. Mateo, lutem se jam çfarë. Po nuk mbaroj kjo vendime. Po le të bëjmë kjo vendime. 5 minuta ty. Po s'mbaroj. Se jam çuçi 6 me drejt. Ora ta them unë shkruaj çfarë thot kjo. Kjo thot Miri fiton Big Brotherin o vlla. Kjo është ndonjë. A kupton? Po kjo s'ka më diskutim. Kaç? Nuk e di unë. Unë besoj te gara. Unë besoj te gara. Unë besoj te gara. Të besoj unë. Po s'u duash. Kush del kundra Mirit? Nuk kemi akoma në atë. Kjo është vlerat Mirit. Sa ka më hukum? Jo. Sa ka më? Po ti s'ke bribe që të thosh. Nuk është Miri fansi imi, jam unë fansi muzikës Mirit. Mos harro. Po tu jemi Big Brother dhe do gjykojmë situatat brenda shtëpisë. Strategu Rogerti ka bërë lojën e Big Brotherit, ka shans fitoj Big Brotherin? Jo, nuk e thash atë. Nuk ka shans të fitoj. Jo, nuk e thash atë. Manipulim ti Monika. Manipulim. Atëre, si fillim Monika të lutem. Po atë po dua Monika. Atë po dua. Prit një moment Roger, një moment. Më lo të mbaroj mendimin. Se ka pak mendimi jo do të 3 minuta. 3 minuta. Mati, nëse janë 3 minuta unë flas më. Ti s'ke pik. A ka mundësi të dimë? Ti je si Selin mbi Mirin kur flasun. Dakor, Çat, ku jemi këtu? Kemi prap minuta. Jemi në Big Brother, jemi live Monika. Ka 5 minuta unë. Ka edhe 5 minuta. Atëre. Tani të vazhdojmë te Mateo, se s'ma lë. Jo, lëre Mateo. Ore, raporti ishte ky. Se aty u shpërbëve. Pra, Rogerti Miri, jam shumë e qartë. Ata të gjithë çka kanë hyrë Big Brother kanë bërë tabel qitje Mirin. Pse? Ishte Miri me Mirin, kush bën lojë ka prajmin me Mirin. A është viktima Miri atëre? Miri është viktima, po Miri nuk pranon të jetë viktim. Dakor. Miri nuk pranon të jetë viktim. Sepse po të ishte Miri viktim, do thotë edhe Miri iki dhe unë nga shtëpia siç kanë gjithë tjerët, në rregull? Po nuk e tha një herë tiki nga shtëpia.
Qa si pan mirë dhe atje dhe s'ka dal asnjëherë do thotë nga shtëpia. Po Tani, me sa keni dëgjuar nga ata që janë aty brenda, Po mi pra, se ka vetëm Brikena ka thënë dua të ikin nga shtëpia, nga ata që janë aty brenda. Po, edhe Siku. Po edhe Selin. Dua ti nga shtëpia. Po, Kristi doli 3 herë. Rogerti të doli, tyre doli. Po tash këto do bëjnë. Miri të keni rënë qafë, publikisht i keni rënë në qafë, dhe mirë që ke pasie. Rogerti doli. E mirë, që kanë të gjithë këtë drejtë, vetëm Miri. Tani shiko, Miri, këtë drejtë, shiko. Miri dhe vetëm Miri se është më i miri. Por, ka një gjë. Miri ka gabimet e veta. Miri ka bëj gabim dhe ja kam thënë që fillim. Që kur hyri. Po, që kur i fat kam si vajzën time që s'kishte pse ja thonte. Një, e para, pavarësisht se ajo vazhdoi lojën, dhe fat të kam si babain tim. E para, e dyta. Ti s'ka qenë, se ti ka qenë në Amerikë. Me 13 janar. Çfarë kam thënë? Mos fol Selin lutem. Me 13 janar, çka kam thënë këtu kemi qenë të palidhur para shtëpinë. Mbajini mend ti thash kur t'ju thot Selina mbas një muji, Miri, hiqi durët, mos më prek Miri. Edhe kur t'japi durët Miri. Po në këtë pika, po e thot Selina, po e thot Miri këtë. Po Selina më e tha. Se ti thua që Selina do bëj lojën e vet, më fal. Selina do bëj. Miri nuk i bëri llogarit tamam. Miri mendoi që do bënte një lojë të barabartë me Selinën, duke luajtur që do shkonin bashkë në finale, do krijonin një del, a do kishin ndjenja, do kishin ndjenja është punë e tyre, por ato do hynin me një lojë të përbashkët. Më pas, a ishin të aftë të menaxhonin ndjenjat me njëri tjetrin apo urrëtitjen me njëri tjetrin, është problemi i tyre. Po ti e beson këtë linjën që thot Rogerti që këta të dy kanë patur një lloj marrëveshjeje nga jashtë? Shiko, unë nuk e dia kanë pas. Unë nuk e dia ka pas marrëveshje nga jashtë, por të dy, po shikoni, na pushoni. Po të shikosh të dy, edhe sytë e Selinës, dhe sytë e Mirit, momenti që janë takuar bashkë, ata njihen, mendoj unë që janë njohur më përpara. Okej, qartë. Ma u zbërtu dhe qartë. Atere, nga një replikë të shkurtër, nga një edhe gënjeshtar do me thëmë. Kush të s'ke magji atë? Tani do thëmë, tash në fund doli dhe s'ke magji të gënjeshtar. Pra s'ke magji gënjeshtar dhe viktim. Po pra, se tha që ai do me Zajnati keni ju të dy Mirin o vllap, s'është mosha juju? Se s'po kuptoj. Po mosha unë jam 32 vjeç, si ka mosha unë? Të lutem, Monika. Atere, Monika, se jam deri këtu, unë jam deri këtu, me njerëz që marrin këtë fjalin, edhe e plasin aty, edhe e bëjmë pjesë të narrativës, edhe një herë, i kam thënë një gjë. Se ti ç'a bëre deri tani, ti s'ma more mu fjalin tim edhe ma plasë? Të bëja pyetje. Ja, pyetja. Gjithmonë pyetje. Pyetje retorike, thotë. Jo, retorikën unë nuk e kam për vete. Unë, Monika, si roli i që kam, duhet të përfaqësoj edhe ata që nuk janë dakord me ty. Po, edhe unë do përfaqësoj ato që janë dakord me ty, apo me këtë? Ti përfaqëson vetëm ata që janë dakord me ty. Unë kam duhet të bëhem zëri edhe i atyre, sepse unë këtu nuk vi dhe jap opinionet e mia apo pëlqimet e mia për mua ata të gjithë janë 8 fëmijët e mi të ngelur aty brenda dhe i dua të gjithë njësoj. Edhe unë i dua gjithë. Bile s'ka që du më shumë se mire aty. Ja, po nuk mund të thuaj që të lutem mos thuaj që ju të dy nuk e thu dot. Nuk e thu dot. I keni rënë qaf. Nuk e ja gabimi e pse vetëm se s'bim dakord, pse unë s'bi dakord me sjelljen e tij, edhe pas kaminat. Nice, e lëm këtu, sepse natyrisht as kush prej. E di çfarë nuk më pëlqen fakti që na iku të zëri. Po çfarë zëri ke 40 minuta, ndoshta nuk e kupton. Po 250 minuta, na më thasë 250. Ndoshta nuk e kupton. Ja, 5 minuta. 5 minuta të keni folur të dy më shumë unë prap. Shiko, nuk më pëlqen fakti që në thelb ne që bëjmë televizion me vedije, ndonjëherë i thrasim ignorancës. Kjo nuk më pëlqen. Ja, nuk është kështu. Problemi është, për mua është mungesë standardi i të thirurit të dikujt, përteja asaj batutës përpara që është absolutisht atë televizive dhe... A je kundër? Por,
Por është tjetër gjë ti thuash Arbrit që ti nuk e pëlqen mirën, është tjetër gjë të më thuash mua që unë nuk e pëlqej mirën. Absolutisht, e pa vërtet mund ta them me pastërtinë më të madhe. Interesi im si moderator i këtij spektakli është që ky spektakël të jetë shumë i shikuar, që ky spektakël të jetë shumë i suksesshëm, që në këtë spektakël të gjithë llojet e njerëzve si Miri, Edisa, Juela, Rogerti, Brikela, Mateo, Shembriti dhe Selin të gjejnë vetën e tyre, si kundër të gjithë shikuesit të mundohet të gjejnë vetën e tyre. Dhe nëse ti mua më hedh një shashk të cilën ti e di shumë mirë si politikane, se si mund të përdoret nesër, ke parasysh që I had it up to here edhe këtu ku the, por ama ky emision dhe ky spektakël, siç thua ti që të jetë i shikuar, duhet të jetë dhe promovues i vlerave, i dijes, dhe jo i ignorancës. Po, patjetër, po. Ta mësojni çik kush e ka bolautën e Marxis, dhe kush promovimi i ignorancës, tek fakti që ti i thua dikujt shekulli nuk vipat e Shqipërisë që s'din lautën e Marxis. Po mi më... Kjo është! Edhe një herë... Vipat e Shqipërisë që lupri është Gjirokastër. E diskutojmë në post Big Brother këtë, se është muhabet i gjatë dhe... Apo mos dalim më në gjërat të tjera, etiketime tjera që kemi për shqiptarët, për tjerë. Pra, po themi... E diskutojmë në një moment tjetër. Atere, në bazë të këtyre, më duhet një koment i shkurtër nga Rogerti Miri dhe Selin, dhe pastaj vazhdojmë me momentin e eliminimit. Roger. Unë s'kisha pjesë për punën e këtyne dyve, se këto i kam lokum arë kokosi, lokum arë shqiptarësh. Por dosha me i thanë Monikës, o Monika, pramin e kalum, the, Rogerti e ka konsumu, thanë, maksimum dhe shef kundështare vetëm Selin, pra automatikisht kjo është i humbur. Kurse Arbri foli vetëm për strategjinë e lojtarit, që kam vlera si lojtar. Dhe ajma, mos arro, nuk ma ka uru finalen, këtë mos arro. Miri? Po qatë të them unë tani, Rogerti dihet se si i bën punë... Ti e arra shqiptare. Bra, unë jam arra shqiptare. Ti ku shje? Unë jam aj që hanarët me lokumin. Po dash... Të s'po e them. Ska gja, ma se tuj. Jo, tullumin, është i... Ska pa përën, unë tullumin haun. është mëlsira. Pëlqenjë shumë tullumat. Tani... Sidomos nga meva bakery. Rogerti ri me mua gjithë ditën këtu, flasin për gjithë shka këtu, dhe shkojnë dhom trofimit, dhe pastaj atje rëfejet dhe thot 700 gjëra. Tani, këtë marim ne për bazë. Kush është lojtari këtu tani? Kë merr ti për bazë? Kë marru për bazë? As një gjë ati s'marr për bazën. As një gjë. Respekte. As një gjë. Sepse veto provokon gjithkohë. Më shkel syrin, fut gishtin të këmba këtu, shtyn këtu, shtyn atje. Tani, u qëti për jeti? Si një the unë ati, pse thua kështu, po pse thua ashtu? Nuk ka argument, as një variant që a inëzër nga goja. Asi nuk ka argument. Sepse janë gjitha i hipoteza që i ka thënë që në ditën 31 që ka hyrë këtu brenda. Qartë. Kaq. Dua këtë, pastaj nuk dua këtë, dua atë, po ju do bëni të dy, pastaj ju do bëni të dy. Rëndësishme është që unë e ti shkojmë mirë, valla. Atëherë Ledion, po mund të replikoj Monikës? Po patjetër. Vetëm për këtë kisha po. Nuk do kesh kundër replik, po mund të replikoj. Jo, s'ka problem. E para njëri si situata Miri Rogert, po e vlerësoj që Monika gjithmonë ka lënë tek unë. E dyta kuptoj shumë mirë, o Monika, nëse Miri është kaq në rregull, pse po mundohesh me ul Selinin 2 prime rresh për me ngrit Mirin? Miri është më lart, ç'ke, nuk është e nevojshme të tregosh mua sa të vlera ka. Si e ka emrin Nën Tereza dhe sa vite ka një shekuj. Nëse nuk i kam mësuar, kam kohën e Zotit, jam vetëm 23 vjeç, kam jetën përpara për të japur libra dhe për të mësuar. Gjithsesi të falenderoj shumë që është e dyta herë që mundohesh të më ulësh. Mendoj se muzeumi Luvrit është gjë kastër. Mikun tënd ose nuk e di se çfarë ke, e vlerësoj. Do t'i kthesh përgjigje? Po patjetër që do t'i kthej përgjigje. Selin ke të drejtë në do i fuzare një balet, më fal. Këtë javë nuk do flas më, do vetëm do bëj balet. Po shumë mirë bëj baletin se ato dita bën shumë mirë. Atë se diti se s'ke parë ndonjëherë, po okay. Si dihet, ku diti se t'kam parë? E dyshoj. Po pra. Atëherë s'pas ke bë balet? Jo. Pra, t'kam parë pra. Mos kujto se s'kam parë, duke bër balet. Tani, Selin, 2 gjëra duhet i kesh. Ti e 23 vjeç, 2 kam unë Rogert, nuk i kam 1, se kam 1 po 1 jo. 2 me 3 gishta. 2 plus 2 sot deri tash. Po edhe 3 kështu mund të jetë. Tani, ta kesh parasysh që 23 vjeç edhe jetën e ke përpara. Dhe sigurisht që do t'i mësosh. Por disa gjëra që kanë të bëjnë, se nuk është faj jot, është faj sistemit, mos të hymë kësaj pune. Po aman të lutem unë ço ke sistemi se s'marrën dot. Prandaj po them, nuk është faj jot, është faj sistemit. Në rregull. Por
Monika, mos e zgjero se nuk është e nevojshme. E mora komentin, të ka marrë dhe publiku. Faleminderit shumë për mënyrën se si deshet edhe një herë tjetër të më ulësh. E vlerësoj. Nuk kam tentuar as në një me dash me tut, se me dash me tut ka sa të dush. Ka sa të dush, të ndjesi një banore o Selin, me dash me ut ka sa të dush për tu. Unë si brigera nuk do bëhem kur për këtë tjeshe fort. E ka marrë edukatën time, unë jam Selin Bollati dhe vazhdojmë si asnjëra nga vajzat tu me gjithë respektin që kam për gjitha vajzat. Edhe uroj që askush nuk bëhet si unë nga këto. Sepse gjithë secila ka karakterin e vet, Monika, se ti e karakteri është Selin, karakteri është i lindur. Bravo. E dyta, po të them dhe një gjë që ta kesh parasysh, jeta është shumë e gjatë, do mbarosh Big Brotheri, çudia më e madhe 3 ditë do zgjasi, jeta do vazhdoj, do vinë Selina të tjerë në Big Brother, po secili do mbahet më për atë që thot. Dhe atë që bën. Ka pas edhe shumë fitues të tjerë Big Brotheri, ka pas edhe shumë finalistë të tjerë Big Brotheri. Këtë do japim mirë te Big Brother. Por do ta dish që jeta vazhdon. Nuk është as vetëm Big Brother. Dhe ti je 23 vjeç. Dhe do hypësh, do zbresësh nga ashensori, do hy ka bodrumi, do shkosh në nuk është e nevojshme të japësh solucione dy gjëra. Faleminderit. Kuptosh dy gjëra në jetë. Një vajzë ka dignitetin, integritetin dhe karakterin që i dallon nga çdo gjë tjetër. Sa gjëra kemi thënë deri më tani. Pa mend që më ka votuar për qëndruar deri këtu. Ose ja po them dhe gjë tjetër. Selin. Ti e parasysh edhe këtë. Monika, në tre të preferuarit e parë ofendime, sepse e ke patur shans. Atëherë dëgjoj edhe këtë tjetër ta kesh parasysh për finalen. Kur erdhe në dasmë, respektova, të fola po njësoj. Dëgjoje Selin. E pas ke inato mora Selina. Selin, dëgjoje edhe këtë që ta kesh parasysh. Jam ofenduar, po ja them, jam respektuar. Po të dëgjoj me të dëgjoj se kam dëgjuar. Jam ofenduar, s'dua të dëgjoj, kaq. Në tre votime të preferuarit ti s'ke qenë asnjëherë. Kështu që tash nuk është qëllimi, më vjen mua jetën time. Mona e pas ke inat, duket Selina. Pra ti në këtë rast e ke inat Selina, e kuptuan. Po, si puna jote mirin. Kurse ju më keni të 2 muaj natë. Ke të drejtë për këtë. Unë i natë është. Okej. Girls power. Është momenti për të nxjerr rezultatin e televotimit të cilin e ka mbyllur në nisje të mbrëmjes, Edisa, Shëndrit, Juela, ju kërkoj të